Kjo grua humbi plot 112 kg. E pabesueshme apo jo? Të gjithë këtë peshë ka humbur për pothuajse 1 vit e gjysmë, dhe si shkruan ajo në Instagram, ajo është shumë krenare për këtë që ka arritur. Madje ka treguar se si ka arritur ta heqë gjithë këtë peshë, dhe ka dhënë disa këshilla për gratë e tjera që janë mbi peshë. Bëni ndryshime të vogla në dietën tuaj. Eliminoni sa më shumë ëmbëlsirat dhe brumrat. Lëviz, mos qëndro tërë ditën në krevat. Aktiviteti fizik është gjëja më e rëndësishme për trupin e njeriut. Një ecje 30 minuta në ditë mjafton për çdo kënd që vendos të bie nga pesha. Mos hiq dorë. Vërtet është një vendim i madh për rënje në peshë. Por në momentin që doni të dorëzoheni, thjesht mendojeni pse ke filluar dhe motivojeni veten sa më shumë. Shikoni çdo ndryshim të vogël në trupin tuaj dhe merreni si motivim për të mos ndaluar dhe qëndruar tërë jetën në gjendjen e mëparshme. Merre ngadalë. Mos u bëj nga ata që dorëzohen brenda ditës. Qëllimi është vërtet i vështirë, por kur ta arrish, do e shohësh që ja ka vlerë gjithë mundi që keni dhënë. Mos lakmoni ushqime me shumë kalori. Edhe nëse hanë gjithë shoqëria ushqime që i keni ndaluar, rikujtoja vetës sepse ke filluar. Mos ja thyej asnjëherë vetës premtimin. Këto ishin fjalët nga gruaja që humbi 112 kg. Merrni seriozisht dhe filloni. Për më shumë mësime të ngjashme, na mbështetni me subscribe dhe like.